37 vjeçarja GG nga Tetova mbrëm ka denoncuar se rreth orës 21 në një lokal afarist në Tetov është sulmuar fizikisht nga 52 vjeçari TF nga Tetova. Fillimisht ai e ka goditur në fytyrë dhe më pas e ka goditur edhe në shpinë dhe më pas është ulur në tavolinë me shokun e tij 30 vjeçar GS në gjendje të dehur. Ata kanë thyer disa gota dhe më vonë kanë arritur policia ku GS ka dalë nga objekti dhe ka filluar të ofendojë policët. Në një moment pasi policët e kanë arrestuar dhe e kanë futur në veturë, ai ka filluar të sulmoj fizikisht zyrtarët policor. 37 vjeçari GS dhe shoku i tij TF janë arrestuar dhe mbajtur në stacionin policor në Tetov. Janë zbardhur të gjitha detajet rreth këtij rasti, ndërsa për personat në fjalë do të ketë padi adekuate. Dje rreth orës 9:30 në autostradën Tetov-Gostivar, vetura e tipit Chevrolet me regjistrim të Kërçovës e drejtuar nga 47 vjeçari QH nga Kërçova ka goditur një qenë ndacak. Nga ky aksident nuk ka të lënduar, përderisa dëmi material është llogaritur 10.000 denar. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe janë zbardhur të gjitha detajet rreth këtij rasti, njofton policia. 72 vjeçari CK nga Demirhisari ka denoncuar se rreth orës 14 përderisa ka qenë duke ecur në rrugën Marshall Tito afër tregut të Gjelbërt në Tetov, i është afruar një person i panjohur dhe më pas janë afruar edhe 2 të tjerë. Kur 3 personat janë larguar, ai ka vërejtur se nuk i ka aku letër me 3.500 denar, kartelat bankare dhe dokumentet personale. Janë marrë masa dhe aktivitetet për zbardhjen e rastit dhe kapjen e autorëve, njofton policia.